Në një mbrëmje kur qytetarët e Prishtinës prisnin përgjigje, Debat Plus me Ermal Pandurin e ktheu studion e vet në skenën kryesore të përballjes politike për postin e të parit të Prishtinës dhe gjithë këtij procesi të zgjedhjeve lokale. Gjithçka nis fillimisht jashtë, kur kandidatët u sollën nga ekipet të Tukagjinit drejt studios, duke bashkëbiseduar për tema jashtë politikës. Enver Petrovcit, cilin e humbëm kohëve të fundit, te Bajrosh Mjaku, nga emnat të tjerë shumë të mëdhej të skenës edhe filmike edhe teatrore. Ara me Tigrin edhe ata fillimisht ishin bab dhe ishin anadon ti ma shumë neve, a e don ma shumë Prishtinën. Në fillim, edhe thash unë nuk du kur gjo ma shumë se fëmijët e mi, ytu juve normal mas. Këta ke përmend që ke mësu shumë fjalë të reja prej këtij aplikacioni. Cilat janë ato fjalë? Slay, cook, goat, çdo diçka e kam mësuar. Akuzat, thëmbimet e kritikat që i bënin njëri tjetrit në platformat e tyre. Mbrëm Hajrullah Qeku, përparim Rama, Euran Ismaili, i bën para qindra mijëra shikuesve. Por me arritje në studion më të shikuar politike në vend, të Debat Plusit, top kandidatëve të renditur nga një matje e UBO Consulting, i u kërkua ajo çka rrallë preferojnë të tregojnë. E njëri u tregua më i drejt për drejt se sa të tjerët. A mundesh me na thonë nga një pikë të fortë për secilin nga kundërkandidatët me të cilët je sot në studio? Zotin Rama, ndoshta dizajni që pa të bo për ka qenë hamambar, që pa të fitu një shpërblim ndërkombëtar, ndërsa për zotin Ismaili, mendoj që është ai Red Velvet Cake që e bën Matisej, e bëjnë shumë të mirë. Njëri është shumë i fortë në sabotime, e tjetri është tepër i fortë në bllokime, në blokada. Të dy të janë në gjendje me shpreh mendimet e tyre, mënyrën që besojnë në to, kështu që mendoj që kanë bindje të tyre. Në studion e Debat Plusit, u dha shtrëngimi i parë i duarve mes të tre kandidatëve të partive më të mëdha në këtë fushat, që në minuta të shkurtra treguan pse janë më i miri për kryeqytetin. Unë e ofroj një qasje të qeverisës, e cila bazohet në transparencë e jo në marrëveshje të fshehta. E kemi kriju tripin, transporti i ri i Prishtinës, i cili tash është në secilin lagje të kryeqytetit e po ashtu edhe në secilin fshat të kryeqytetit. Dhe nesër, nëse e marr besimin e qytetarëve, si kryetari i Prishtinës, do të jem një kryetar që punon me gjithë, pa dallim vija partijake. Sheshin George Bush ndryshe duan të gjithë, por në Debat Plus, minutat nuk i kufizojnë qëndrimet e as replikat. Po flasim edhe për aty sa ti respekton ligjin, nuk po tregoj se fillimisht e gjëshgushëm edhe respekton ligjin ku e ke ndru nenin 7 muaj më vonë. Domethënë ky që thirret në ligj, ky djali që thirret në ligj, Ky djali ofendimës gjëra jashtëligjore. Uran Ismaili, që thot se synon një qasje ndryshe ndaj problemit, në pyetje u morr nga kundërkandidati, Qeku. Domethënë ka qenë gabim vendimi i drejtorit PDK-s që e ka mbyll. Zoti Qeku, veç pranoj, unë jam dakord se duhet me u hap. Apo merr pak përgjegjësi. Pyetje. Po ndëgjoj gjithmonë apo shënoj. Veç pyetje. A merr pak përgjegjësi ke pyetja? Apo jo? Merri dëshënime. Ndryshime po atë sa për infrastrukturën, Qeku, Rama e Ismaili qëndrojnë edhe për komunikacionin. Pa zhurmë nuk kaloi as kjo pikë e as pa pyetjen e përsëritur të Qekut. A ke vepru mirë? A ka qenë në interes të qytetarëve? Por i bindur se vetëm ai e din të zgjidhjen, ndërhyri Ismaili. Tri shtyllat kryesore, globale, që mësohen, që dijen, kur ndërtohet një transport, cilat janë? Transporti publik, tregëm. Jo, veç tregom, janë tri parime. Po, apo më lënë me tregu apo jo? Me tri parime. Apo më lënë me tregu apo jo? Çdo organizim i transportit publik, para se gjithash, është analizë e lëvizjes së qytetarëve. Se si lëvizin qytetarë është elementi esencial i mobilitetit. Po, tash më pyeta lëm ta përfundoj përgjigjen. Jo. Janë nisë retorika analizë. Tem ky që mbetet arsimi, e ani pse me vetbesim flet Rama, Qeku e kundërshton. Pjesa që unë i kom taku në disa shkolla, fëmijët që i kanë është tregom ata që keni organizu vetë në asin vokshme, po me dola, asambleisti juve aty që i ka organizuar, ajo në që ata? Ajo në që ata apo tjerë, tregom cilët? Pak dignitet dë bënë mirë, se po flasim për shëndetin e fëmijëve. Ti po flet të pavërteta, për atë. Po flasim për fëmijët, e ka nis një eksperiment
shumë të rrezikshëm në kurriz të fëmijëve. Zgjidhje konkrete s'pati as për shëndetësinë e as për qend e ndacak, por të prerë në qëndrimet e tyre e me përgjigje konkrete. Kandidatët u përgjigjën kur u pyetën për koalicionet. Me të gjitha partitë e tjera, pos me Lidhjen Demokratike dhe me Partinë Demokratike. Unë jam i hapur për koalicione me çdo kënd. Pranoj me fol me koalicion vetëm për projektet konkrete të Prishtinës. Në votimin e hapur të mesazheve telefonike me pagesë në pyetjen kush fitoi përballjen e madhe në Debat Plus, fitues doli Uran Ismaili. Vendin e dytë e zuri përparim Rama e pas tij Çeku. Debat Plus me Ermal Pandurin edhe njëherë dëshmoi se është emisioni politik më i shikuar në Kosovë dhe qytetarëve u solli debatin e vetëm të 3 kandidatëve kryesor në këto zgjedhje lokale.